Nuk është asgjë siç projekti ka parashikuar. Je shumë simpatike. Për ata që ndoshta ende se njohin, ky zotëri është Ervin Demo, ministri i shtetit për pushtetin vendor në qeverinë Rama të sapoformuar. Betohem. Por edhe ish kryetari i Bashkisë së Beratit, veprat e të cilit do të mbahen mend gjatë. Ndodhemi në Berat, qytetin muze dhe pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ky qytet ka tërhequr gjithnjë vëmendjen e turistëve, ndaj dhe puna e institucioneve është fokusuar në përmirësimin e infrastrukturës dhe restaurimin e lagjeve historike. Por siç ndodh në Shqipëri, fjalët dhe fasada vlen më shumë se sa veprat. Edhe pse në rastin që do t'ju tregojmë, fasada ka mbetur vetëm në letër. Është data 11 tetor të vitit 2023, kur Bashkia Berat hap tenderin për ndërtimin e tregut të gjelbër të qytetit me emrin aq kuptim plot Green Market. Zona ku do ndërtohej ky treg modern ishte përdorur për vite nga tregtarët e frutaperimeve, të cilët vendosin mjetet e tyre të transportit si stenda. Kjo ishte e gjitha, sepse në këtë treg të improvisuar mungonte gjithçka tjetër që nga asfalti, trotuaret, sinjalistika, vendet e parkimit, ambientet e shërbimit. Prandaj, me argumentin se një qytet që vitet e fundit po pushtohet nga turistët, meriton një treg dinjitoz, nënkryetari i Bashkisë Berat, Luciano Bojaxhiu, me porosi të kryetarit Ervin Demo, miratoi projektin arkitektonik të këtij tregu, që në letrat e 3D duket si një treg në Dubai. Një hapësirë gjitha me asfalt në një vend të dedikuar për tregtarët, rrethuar me pemë, trotuare, sinjalistik, ndriçim dhe vende parkimi të vendosura në rast simetrike në fund të tregut futurist. Dhe e gjitha kjo mrekulli parashikohej të kushtonte 253.000 euro pa TVSH me një kohë zgjatje punimesh prej 2 muaj. Më datë 27 tetor 2023 dorëzohen ofertat e kompanive private për tenderin dhe më 20 nëntor shpallet fituese Bashkimi i Operatorëve KMK dhe Çaushi M SHPK. Të dyja këto kompani me bazë në Mallakastër, ku dy pronarët janë të afër me njëri tjetrin. Kelmen Çaushaj është ortak i firmës KMK dhe Mehmet Çaushaj i shoqërisë Çaushi M. Bizneset janë themeluar respektivisht në vitin 2017 dhe 2018 me aktivitet në fushën e punimeve të ndërtimit dhe janë fuqizuar përmes kontratave publike që kanë fituar në bashkitë e drejtuara nga socialistët. Kompania KMK ka arkëtuar 10 milion euro para publike nga themelimi deri më sot. Duhet theksuar që mes 10 ofertave në garë, kjo ishte oferta më e ulët, duke premtuar realizimin e punimeve për vlerën 166.000 euro pa TVSH, 87.000 euro më pak se fondi limit. Një kursim i konsiderueshëm për xhepat e qytetarëve të Beratit përmes kësaj oferte anomalisht të ulët, që u përzgjoz fituese, por ka një problem, sepse dy kompanitë në fjalë, ose ata e kanë përllogaritur gabim dhe kanë fryrë fondin limit, ose punimet nuk do të kryeshin siç duhet, dhe me sa duket ka ndodhur pikërisht kjo e fundit. Sepse tregu Green Market që është dorëzuar nuk ka asnjë lloj lidhje me projektin e tenderuar, por as me emrin Green e gjelbër, madje këtij investimi me sa duket nuk i është bërë as reklama e duhur për të vënë në dispozicion të tregtarëve. Isha të tregu aty e thonë këtu vinë kamionat tonë. Da, qa thonë, o shokuj, tregu eshtu, po ku janë njerëzit, ku janë makinat. Në këtë treg që u mendua të bëhej si në Dubai, por përfundoi si në Kandahar, mungon çdo gjë e parashikuar në projekt, pavarësisht se në dokumentat e garës që u hap, pemët, sinjalistika dhe trotuaret kanë qenë jo vetëm të përfshira, por edhe pjesë e çmimit që kanë ndërtuar bashkë me preventivin ofertuesit, siç shihet në zërin D dhe G të preventivit të projektit. Ofertat do dorëzoheshin duke dhënë dhe vlerë për trotuar, fidan dhe sinjalistik. Po pse ka ndodhur ky transformim i projektit fillestar? Kontrata për nisjen e punimeve është nënshkruar më 4 dhjetor 2023 dhe punimet sipas afatit do dorëzoheshin 2 muaj më pas, por edhe pse ka kaluar më shumë se 1 vit e gjysmë, autoritetet kanë marrë në dorëzim një objekt që nuk ka asnjë lidhje me projektin e tenderuar, pa i kërkuar kompanisë që të përmbush deturimet e marra përsipër në kontratë. Madje kompania është paguar nga Bashkia e Berat për 99.9% të vlerës së kontratës. Kontrata me TVSH kushton 199.000 euro dhe kompania ka arkëtuar 189.600 euro, duke mbetur pa likuiduar një diferencë të vogël prej 10.000 euro, e cila nuk përbën as 5% të kontratës që duhet të jetë fondi i garancisë. Paratë e shpenzuara pa hesab për një treg jo vetëm modest, por edhe qesharak, kur e krahason me ato që ju i shpremtuar qytetarëve nga një kryetar bashkie i konsideruar si model suksesi, që sot përfaqëson Beratin në qeveri. Duela nga emisioni Piranjat, a janë kryer siç duhet punimet për tregun Green Market në kohën kur ju keni qenë kryetar bashkie në Berat? Duhet shkosh atje dhe shikosh. Ne kemi parë që mungon ndriçimi, sinjalistika, nuk ka lidhje projekti me ato që është dorëzuar. Si e keni marrë ju? Jo, pse e keni marrë në dorëzim atë projekt dhe për më tepër që keni kryer? To janë çështje që aty un kam qenë muajin mars, nuk jam më kryetar bashkie. Do të shkoni atje në kur ju keni qenë kryetar bashkie. Ish kryetari Demo na e preu shkurt, duke na drejtuar tek bashkia. Ndërsa ne, edhe për shkak të pamundësisë për ta ndjekur brenda parlamentit, na u desh ta prisnin për disa orë deri kur u rishfaq përballë. Zoti Dema ndoshta duhet edhe një takim i dytë. Jo, do shkoni në bashkinë e Beratit. Tregu është bërë në kohën kur ju keni qenë kryetar bashkie. Patjetër pra, shkoni në bashki do merrni gjithë informacionet.
Dakor? Se ju mandatin Po e ju keni presin, tani po në ju mars. presin atje. Duket se ish kryetari i ka ende në dispozicion i zhvartësit e tij, të cilët nga sa na thot, po na presin atje. Por problemi është se projekti është miratuar në konkurs, zoti ministër ishte ende kryetar. Ju mandatin e keni lënë në mars, ai projekt është bërë në 2023. Edhe një herë, i keni të gjitha, keni marrë dhe përgjigjet nga bashkia, mirupafshim. Treg i duhur për tregtarët. Absolutisht po, tregu është duke u bërë, do i plotësoj gjitha kushtet dhe do shkoni në bashkinë e Beratit. Dakor? Keni marrë në dorëzim. Hajde zemër, mirupafshim. Nuk është asgjë siç projekti ja ka parashikuar. Je shumë simpatike. Po ti lutem të ruaj me tikën, a? Po ruaj etikën pra. Po patjetër pra, të shkosh në bashkinë e Beratit edhe vazhdo me situatën aty. Ministra të rinj, veste të vjetra, por sidoqoftë, le të rikthehemi tek pyetjet tona ndaj zotit Demo. Mbani përgjegjësisë, ju keni qenë kryetar bashkia natë. Unë jam krenar për bashkinë e Beratit dhe çfarë do të gjëja që të përmbej. A është janë në Dakor? të bashkisë? Po absolutisht patjetër, çdo lloj punim. Absolutisht po. Ministri i ri i qeverisë Rama e hodhi topin e përgjegjësisë tek bashkia, atje ku drejton i zhvartësi i tij Ervin Ceca. Projekti i Green Market është dorëzuar në bashkinë. Puna që është bërë nuk ka lidhje me projektin. Mungon sinjalistika, ndriçimi, vendet e parkimit që janë parashikuar, ai treg nuk është funksional. Do ta shoh me detaje, po ju kem në një përgjigje detajuar. Ju nuk keni dieni në lidhje me këtë situatë? Nuk e keni parë asnjëherë në terren? Patjetër që e kemi parë, patjetër. Ka disa problematika të vogla. Ky është projekti prej 253.000 euro dhe ky është tregu që sipas kryebashkiakut të Beratit Ervin Ceca ka disa problematika të vogla. A mos jemi përballë një abuzimi? Këtë më mirë e din organet ligjzbatuese.